Mirdita, të nderuar përfaqësues të medias dhe kolegë, sot në datën 20 mars të 2024, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi raportin e ndërmjetëm të politikës monetare. Informacioni i ri i marrë në analizë tregon se ekonomia shqiptare ka vijuar të rritet gjatë 2-3 mujorëve të fundit. Ekuilibrat ekonomik dhe financiar të vendit kanë ardhur në përmirësim, ndërkohë që inflacioni ka shënuar një rënje të shpejtë duke tejkaluar edhe pritjet tona si Bankë Shqipëria. Në gjykimin e Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë, normalizimi i qëndrimit politikës monetare ka patur një kontribut pozitiv në përballimin e goditjeve, nëpërmjet zbutjes së presioneve të brendshme inflacioniste, reduktimit të primeve të rrezikut, si dhe nxitjes së funksionimit normal të tregjeve të paras. Projeksionet për të ardhmen mbeten pozitive. Përditësimi i parashikimeve sugjeron se vëllimi i aktivitetit ekonomik do të rritet më tej, ndërsa inflacioni do të luhatet rreth objektivit ton prej 3%. Bazuar në sa më sipër, Këshilli i Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm për garantimin e stabilitetit të çmimeve në vend në afatmesëm. Në vijim do të sqaroj më në detaje vendimin e sotëm dhe arsyet që e motivuan Këshillin e Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë për të marrë këtë vendim. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi një rënje të shpejtë gjatë 2 muajve të parë të vitit aktual. Më konkretisht, inflacioni ra nga niveli mesatar prej 3.9% në 3 mujorin e fundit të vitit kaluar në nivelin mesatar prej 3% në muajt janar-shkurt të vitit aktual. Kjo rënje pasqyroi reduktimin e shpejtë të inflacionit të artikujve ushqimor, ndërkohë që inflacioni i artikujve të tjerë u shfaq më i qëndrueshëm. Në aspektin makroekonomik, rënja e inflacionit u ndikua nga reduktimi i inflacionit të importuar. Në veçanti, rënja e shpejtë e inflacionit të ushqimeve pasqyroi një dëkuri rajonale dhe europiane të diktuar nga rritja e ofertës për këto produkte. Bazuar në informacionin aktual, efektet në inflacion të kësaj goditje do të vijojnë të jenë prezente edhe për disa muaj në vazhdim. Nga ana tjetër, edhe pse në rënje, presionet e brendshme inflacioniste janë më të qëndrueshme. Inflacioni bazë neto, tregues i cili shmang ndikimin e lëvizjeve të çmimeve më të luhatshme të shportës dhe si i tillë është një matës më i mirë i presioneve afatmesme inflacioniste, rezultoi rreth nivelit mesatar prej 3.3%, duke ruajtur një normë të njëjtë me atë të 3 mujorit të kaluar. Kjo ecuri sugjeron se presionet e brendshme inflacioniste vijojnë të mbeten relativisht të larta si pasojë e kërkesës solide për mallra e shërbime dhe e presioneve që vijnë nga tregu i punës. Analiza e të dhënave të disponuara sugjeron se aktiviteti ekonomik ka vijuar të rritet. Rritja ekonomike është ushqyer nga zgjerimi i konsumit dhe investimeve private, nga rritja e eksportit të shërbimeve, si edhe nga përshpejtimi i ritmit të realizimit të shpenzimeve publike. Zgjerimi i tyre është mbështetur nga rritja e të ardhurave të disponueshme të familjeve, nga bilancet e shëndosha financiare të bizneseve, nga ambienti ende stimulues financiar, si edhe nga pritjet pozitive për të ardhmen. Kërkesa solide për mallra e shërbime e mban ekonominë në një fazë pozitive të ciklit të biznesit. Kjo ecuri është pasqyruar në rritjen e vazhdueshme të punësimit, në rënjen e papunësisë, si dhe në rritjen e shpejtë të pagave. Sipas të dhënave të Instatit, punësimi në ekonomi u rrit me 0.6% në 3 mujorin e 4 të 2024-s, pagat në sektorin privat u rritën me 11.6%, ndërsa norma e papunësisë qëndroi pranë minimumeve historike në nivelin e 10.7%. Zgjerimi i punësimit dhe i pagave ka vijuar të mbështesë rritjen e konsumit, por nga ana tjetër ai mban të larta edhe presionet e brendshme mbi inflacionin. Tregjet financiare paraqiten të qeta,
të karakterizuara nga likuiditet i bollshëm, prime të ulta rreziku, qëndrueshmëri e normave të interesit dhe kursit këmbimit, si dhe rritje e mëtejshme e portofolit të kredisë. Në këtë ecuri një rol të rëndësishëm ka pasur edhe normalizimi i kujdesshëm i qëndrimit të politikës monetare nga Banka e Shqipërisë. Ky normalizim ka sjellë një rritje të përgjithshme të normave të interesit, duke krijuar premisa për një ecuri më të balancuar të kërkesës dhe të ofertës për fonde në ekonomi. Nga ana tjetër, kujdesi që kemi treguar në ritmin e këtij normalizimi i ka lënë kushtet e përgjithshme financiare në vend në pozita ende stimuluese. Kjo ecuri është pasqyruar në zgjerimin e mëtejshëm të kredisë për sektorin privat. Kredia për sektorin privat u zgjerua me 10.6% në muajin janar me bazë vjetore, duke vijuar trendin pozitiv të muajve të fundit. Kjo kredi ka plotësuar nevojat për fondet bizneseve dhe të familjeve, duke shfaqur një orientim gjithnjë më të lartë drejt monedhës kombëtare, si dhe duke ruajtur një cilësi mjaft të mirë të portofolit kredisë. Përditësimi i parashikimeve rikonfirmon pritjet tona për rritjen e mëtejshme të ekonomisë dhe sugjeron stabilizimin e inflacionit rreth objektivit ton prej 3%, pra gjatë vitit 2024 e në vijim. Rritja ekonomike do të vazhdojë të gjejë mbështetje në shëndetin financiar të sektorit privat, në dinamikat pozitive të tregut të punës, si dhe në një ambient të qëndrueshëm financiar. Ajo do të nxitet nga rritja e konsumit familjar, e investimeve dhe e turizmit. Ritmi i rritjes ekonomike pritet të jetë disi më i ngadalt gjatë vitit aktual, por ai pritet të përshpejtohet në periudhën e vijim, duke qëndruar në linjë me potencialin e ekonomisë. Nga ana tjetër, inflacioni parashikohet luhatet rreth objektivit gjatë periudhës në vijim. Ky parashikim faktorizon pritjet tona për një ecuri më të balancuar të kërkesës dhe të ofertës në ekonomi, për stabilizimin e çmimeve të produkteve ushqimore në tregun vendas, si dhe për normalizimin e normës inflacionit në ambientin e huaj. Në të njëjtën kohë, përditësimi i analizës sugjeron se balanca e rreziqeve mbi ecurinë e inflacionit është neutrale. Në veçanti, intensifikimi i mundshëm i tensioneve gjeopolitike mund të çojë në rritje të inflacionit, ndërsa rënja e mëtejshme e çmimeve të ushqimeve në tregjet e brendshme dhe të huaja mund të sjellë nivele më të ulta inflacioni në vend. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 3.25%. Të mbajë të pandryshuar normën e interesit të depozitës njëditore në nivelin e 2.25% dhe gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë njëditore në nivelin e 4.25%. Këshilli Mbikëqyrës gjykon se qëndrimi aktual i politikës monetare është i përshtatshëm për garantimin e stabilitetit të çmimeve në afatmesëm. Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës thekson se vendimet e ardhshme të politikës monetare do të kushtëzohen nga informacioni i ri. Këto vendime do të jenë gjithnjë të orientuara drejt respektimit të objektivit ton të stabilitetit të çmimeve, si dhe konsistente me kahun e politikës fiskale dhe me ecurinë e kursit të këmbimit. Faleminderit, kjo ishte deklarata e Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë pas mbledhjes së sotme. Ka pyetje po. Zoti guvernator, Erbina Mile nga ABC News. Ju e përmendët pak në fjalën tuaj, por kur pritet që Banka e Shqipërisë të nisë lehtësimin e politikës monetare, duke marrë parasysh faktin që inflacioni gjatë muajit shkurt shënoi 2.6%, një nivel që është nën objektivin e Bankës së Shqipërisë prej 3%. Faleminderit. Theksova dhe gjatë fjalës, edhe kemi theksuar që vendimarrja e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë do të jetë bazuar në të dhënat. Norma mesatare e inflacionit gjatë 2 muajve të parë ka qenë në nivelin 3%, pra 3.4 ka qenë janar dhe 2.6% ka qenë shkurt. Sigurisht që ky është një lajm i mirë. Faktorët unë i përmenda, që janë kryesisht faktorë që vijnë nga importi.
që pra është presionet e jashtme në inflacion, pasi presionet e brendshme inflacioniste janë më të qëndrueshme dhe ne vëmë re që këto presione vazhdojnë të mbeten të qëndrueshme. Gjithsesi, Banka e Shqipërisë në varësi të dhënave që do të ketë mbi inflacionin, natyrisht do të reagojë me qëndrimin e politikës monetare. Nëse inflacioni do të vazhdojë të bjerë, ka implikime të tjera, pra do të kthehemi, do të referohemi periudhat më parshme, situata është krejt të ndryshme nga rrisjet dhe rreziqet që sjell një situatë me inflacion të lartë, pasi edhe një situatë me inflacion të ulët do të kishte problematikat e saj si kundër kemi parë në dekadën e kaluar, por nuk parashikojmë të jemi në atë situatë. Sigurisht që parashikimi është që ne të jemi rreth nivelit të objektivit tonë të inflacionit në vijim, gjatë vitit aktual në vijim, dhe natyrisht që për momentin ne nuk parashikojmë ose nuk mendojmë që do të fillojmë me një lehtësim të politikës monetare, gjithmonë në varësi të shifrave, pasi ka të papritura, pavarësisht parashikimeve. Unë theksova që shifrat e fundit të inflacionit janë përtej pritshmërive, pra janë më mirë se sa parashikonim ne në pritshmëritë tona për nivelin e inflacionit, dhe nëse do të kemi shifra më të ulta të inflacionit, natyrisht që do të reagojmë. Por duke qenë se nuk parashikojmë që të jemi rreth këtij niveli, mendojmë që do të mbetemi në këto nivele duke parë, duke bërë. Pra, qëndrimi i politikës monetare, lëvizjet e Bankës së Shqipërisë me normën e interesit do të jenë në varësi të ecurisë inflacionit dhe të parametrave të tjerë makroekonomik në vend, të GDP-s, të punësimit dhe të gjithë elementeve të tjerë. Do të theksoj edhe një element tjetër, informacioni lidhur me lehtësimin e politikës monetare ose me uljen e normave të interesit nga shumë banka qendrore të vendeve të eurozonës, por edhe në botë është aktual. Banka Qendrore Europiane ka dhënë sinjale që në një të ardhme jo të afërt, nëse do të vazhdojmë të kemi këto norma të ulta të rënies inflacionit, mund të fillojë uljen e normës së interesit për normalizimin e politikës monetare. Banka e Shqipërisë ka qenë gjithmonë e kujdesshme, pra nuk ka lëvizur një lloj si bankat e tjera qendrore në rajon ose në eurozonë me rritjen e normës së interesit, për të mos penguar rritjen e aktivitetit ekonomik. Ne nuk kemi qenë agresiv në periudhën e fundit, ne kemi qenë proaktiv në normalizimin e politikës monetare me njëherë pas fillimit të luftës në Ukrainë, dhe efektet janë dhënë në transmetimin e politikës monetare, por në vijim, duke parë dhe ecurin e inflacionit, ne nuk e kemi rritur normën e interesit në ato nivele që kanë rritur banka qendrore të mëdha, si Banka Qendrore Europiane, Banka Anglisë dhe banka të tjera. Pra, sikurse kemi theksuar, ne e konsiderojmë politikën monetare për normën e interesit prej 3.25% akoma stimuluese për zhvillimin e ekonomisë dhe për ndihmuar agjendën ekonomike. Në këto kushte, duke qenë që nuk parashikojmë një rënje të theksuar të inflacionit, duke qenë që ne kemi pasur edhe një normë interesi të kujdesshme në rritje, mendojmë që jemi okay për momentin me qëndrimin e politikës monetare. Por kjo do të shihet, ndoshta ne do të kemi goditje presion inflacioniste më të ulta për të ndikuar në rrënjën e inflacionit, atëherë do të reagojmë, gjithmonë është e bazuar në të dhëna. Faleminderit. Pyetje tjetër? Faleminderit.